Këshillin e Evropës, ajo agjendë është te kaluar, ne nuk jemi në maj në agjendë, nuk kemi qenë, por edhe ndoshta ta kishim pasur qeverinë, e kishim pasur një shpresë që mund të kishte lëvizur diçka. Pra, nëse e themi me një fjalë, ne jemi duke humbur botkuptimin tonë me politikën e jashtëm. Duke referuar ambasadës gjermane që është në Prishtinë, e cila ka thënë publikisht para 2 javë apo 3, ka thënë që kushtet e paraqitura më herët mbes invalide dhe ne nuk mund të shtyjmë asnjë agjendë, pra realisht antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm derisa nuk zbatohen ato kushte. Ata nuk kanë kërkuar që Kosova ta themeloj asociacionin, ata kanë kërkuar që Kosova vetëm ta dërgojë në gjykatë kushtetuese për interpretim. Mandej themelimi i tij mbetet ende çështje politike. Kjo formë, domethënë, e procesit është tepër negativ, si për faktorin e brendshëm, po ashtu për faktorin e jashtëm. Unë e kam propozuar disa herë se sa më shpejt duhet krijohet qeveria se si vjet, neve na presin punë të jashtëzakonshme, edhe duhet ta kemi parasysh ndryshimin e administratës amerikane, e cila është ndryshim radikal, është edhe pa parashikueshëm se çka ndodh me neve. Kështu që ata duhet me qenë shumë agil, duhet me qenë shumë të kujdesshëm, të ndërgjegjshëm për krijimin e qeverisë sa më parë.